I rrethuar nga biznesmen si përmarrës dhe përfaqësues të shoqatave të biznesit në Shkodër, kreu i LSI-s Ilir Meta i ka bërë të ditur se përmirësimi i klimës së biznesit është prioritet për këtë parti, ndaj dhe ka një vizion të konkretizuar në program. Ndaj për ne është imediate që përpara se diskutojmë për taksat, të diskutojmë edhe të angazhohemi për një model 3 ekonomik, i cili bazohet jo thjesht te konsumi, por që dhe te i konsumi, i cili është financuar deri tani kryesisht nga të ardhurat e emigracionit, por që bazohet tek prodhimi në vend dhe akon tepër tek një ekonomi që vetëm prodhon po edhe eksporton. Kjo është rruga më e sigurt për një ekonomi kombëtare të qëndrueshme dhe njëkohësisht edhe për një punësim të qëndrueshëm. Për Metën situata ekonomike është plot mjegull rreth e qark, duke ju referuar kryesisht rënies së dërgesave të emigrantëve tanë. Për ne është e rëndësishme të krijojmë një mjedis ekonomik sa më të besueshëm, sa më efikas, sepse vetëm kjo do të na bëjë të mundur që ne të ecim drejt rritjes së prodhimit, drejt rritjes së aktiviteteve në fushën e shërbimeve, drejt gjallërimit të industrisë dhe njëkohësisht vazhdimit dhe kompletimit të gjithë veprave tjera infrastrukturore për cilat vendi ka nevojë. Pasi dëgjoi me kujdes parashtrimet e biznesmenëve dhe mbajti shënim shqetësimet e tyre, Meta deklaroi se qëllimi i LSI-s është të investojë për një klimë pozitive të biznesit që të vihet Shqipëria në punë. Përsëri LSI-s, çojmë ne kohën e